Unë besoj se kjo është dita më e mirë, më e gëzuar për futbollin e Rrogozhinës, për klubin e Egnadis, sepse sot zyrtarisht do përurojmë impjantin e ri sportiv, stadiumin me një kapacitet rreth 5.000 vende, me sistem ndriçimi, me gjitha kushtet e një stadiumit kategorisë 4 në cilin mund të luhet çdo lloj ndeshje ndërkombëtare dhe fatmirësisht këtu ne do të zhvillojmë dhe ndeshjet e kampionatit evropian për në 17 vjeçarët për vitin 2025. Është vërtet një investim shumë i mirë për futbolli, për gjithë kategorinë superiore dhe jo vetëm për Rrogozhinën. Dhe me këtë rast unë dua të falenderoj klubin e Egnadis për kontributin, për gatishmërinë dhe pse jo edhe për kontributin sportiv, sepse vitin e kaluar ka pas suksese duke fituar të 3 trofet e kompeticioneve e garave në Shqipëri dhe përsëri është faktor. Uroj që të kenë sukseset më teshme, uroj që të kenë sa më shumë fëmijë, por ajo që mbetet sfida kryesore për klubin e Egnadis, për gjithë klubet e kategorisë superiore dhe për gjithë futbollin shqiptar dhe nën asistencën apo monitorimin e Federatës Shqiptare të Futbollit është themi promovimi më i mirë i këtij kampionati që për mua është vërtet i bukur dhe më shumë spektator në shkallët e stadionit për të ndjekur këtë kampionat. Suksese, urime dhe ta gëzojmë këtë impiant të ri. Sot është një ditë historike për qytetin e Rrogozhinës. Inaugurojmë stadiumin, impjantin e ri të futbollit. Jemi shumë falenderues të Federatës, krye presidentin Armand Duka për kontributin që kanë dhënë për ndërtimin e këtij stadiumi.